Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, konkretisht emisioni Ta më dëgjon. Ja ku po ritakohemi sërish edhe këtë edicion me mua Tirona Lilin. Njëherë jam shumë i lumtur që ju më qëndroni besnik në të gjithë personazhet që unë përzihet në fakt për të ftuar në emisionin Ta më dëgjon, për të dëgjuar rrëfimet e tyre, për të dëgjuar suksese, por edhe për t'i duar trokitur këto personazh. Maqedonia e Veriut gjithmonë është komentuar për një mentalitet pak të egër, të paktën kështu është folur. Por në kuadër të emisionit tim unë jam munduar që të sjell pranë jush zonja, të cilat janë nëna të mrekullueshme, janë bashkëshorte të mrekullueshme, janë edhe punëtore në profesionin e tyre, anvise as që bëhet fjalë, por edhe drejtuese që në fakt lën vepra që kujtohen vite dhe vite. Dhe një fjalë vjetër popullore thot në këtë botë nëse do që të jesh afatgjatë, sepse fotografin kur njeriu ikën nga kjo botë e zë pluhuri dhe humbet, lër veprën që gjithmonë vepra jote të përmendet. Dhe pikërisht ka njerëz që lindin për të parë botën me shumë ngjyra, aty ku të tjerët shohin vetëm gri, në qytetin e bukur të poezisë dhe të valëve të liçenit të Strugës, lindi Teuta Hoxha. Një vajzë mrekullueshme, e cila me pasionin e saj bëri krenar familjen dhe sot më bën krenar mua që është pjesë e emisionit tim. Faleminderit shumë që e pranove ftesën. Teuta Hoxha tash më i meri, por nga që ishim të valët e Strugës dhe për këtë arsye. Faleminderit për ftesën, me kënaqësi, është nder dhe respekt. Ju përgëzoj një herë për veshjen, realisht më ke dal nga korniza. Tani unë logjikoja, thash Teuta do më vi me ndonjë kostum, do më vi me ndonjë fustan, dhe kur e shoh Teutën ka bërë një miks të bukur që realisht kjo është për të përgëzuar. Tamam strugane, se struganet njihen për veshjen me lule, me ngjyra. Ju jeni me profesion, i takoni pjesës së pikturës, nëse nuk jam gabim. Po, grafikës. Grafikës. Por jeni me profesion tashmë, me sa unë e kuptova, jeni në mandatin tuaj të dytë si drejtoresh, në shkollën Ismail Qemali, një shkollë që në fakt në Shkupe ka zërin shumë të lartë. Por para se të flasim për shkollën dhe për pozicionin tuaj si drejtoresh, sepse për drejtoresha të shkryuar kjo pyetja, e ka arritur bëhet drejtoresh, mbushën xhepin. Por në thelb unë e di se çfarë duke hequr nga shtatori deri në maj. Është vështirësi. Vështirësi një profesion, një punë me përgjegjësi. E vërtet. Arti figurativ, po njëherë do kthehemi vite më herët në Strugë. Në çfarë kornize do të ma përkufizoje jetën tënde, fëmijërinë tënde, Teutën të vogël, Teutën ndoshta kur ëndrat e saj shkruante në ndonjë ditar, besoj që ke patur ditar si të gjithë ne. E lindur e rritur në Strugë, si e tha e bus liçenit, tashmë edhe në këto rreze temperatura të ngrohta, aq më tepër më kujton Strugën. Një jetë shumë të qetë, në një familje shumë të madhe, të flas, me një dashuri edhe më të madhe, ku kam jetuar me dy prindët e mi, me vllaun edhe me motrën, jam më e vogla e shtëpisë, jam më e lasdruara, jam sugarja e babës. Tashmë jam e mamit, për shkak që baba që disa vite nuk është midis nesh, tashmë mbeta e mamit. Megjithatë, të gjithë më dinë që jam sugarja e babas. Të them për në Strugë me shumë dashuri, me shumë besim prindët edhe me këmbgulje për të arritur sa më lartë, edhe i falenderoj shumë që më kanë dhënë edukatën, më kanë dhënë lirin, më kanë dhënë lirinë e të shprehurit dhe mbi të gjithat vetbesimin mi kanë venduar bazamentet e forta të vetbesimit, që unë të mbri lartë e më lartë. Kjo është arma më e fortë e një femrës, nëse dëshiron që një vajzën ta këshillosh, krijo sa më shumë vetbesim tek ajo. E përmende babain, në fakt realisht më nxore nga korniza. Si kujton babain tënd Teuta? Marrëdhënien me të dhe të ka marrë malli për të. Malli çdo ditë më merr.
çdo ditë e kujtoj. Edhe mund të them falenderoj shumë se në momentet e mia më të vështira ai më del në ëndër. Me gjestet e ati unë e kuptoj atë vendimin që ai ma ka dhënë edhe zgjidhjen kur ishte gjallë. Njeri urtë që çdo i kishte vetëm 2 fjalë, 2 zgjidhje. Dhe më thonë të tuta nuk të ndaloj në vendimin tënd. Unë si prindi jot e mendoj që kjo është rruga e drejtë. Nëse vazhdon në këtë rrugë, do të kesh pengesa këtu. Po edhe po pengove, duhet të dish që duhet të ngrehesh një ditë. A jam unë, as jam unë. Kështu që bëhe zgjidhje mbet. Mua më ke mbrapa, po bëhe zgjidhje mbet se dhe duhet të dalësh prej situatës. Këtu ishin, po. Kjo ishte ajo mbështetja që e kuptonja në çdo mimik të fytyrës, në çdo shikim, në çdo fjalë. Jo ndërmjet fjalëve, po ndërmjet shkronjave e kuptonja babën se ku e ka qëllimin edhe arritjen ati. Dëshira ati ishte më e madhe që unë të mbaroja fakultetin, talentin e kam trashëguar nga ai, edhe pse nuk është marrë asnjëherë me artë, i ka pas fizikën edhe bazat e teknikës që ka pas talent të artit, dhe të jem një ditë një nën me fëmijë, të kem familjen time. Falenderoj që e mbriju edhe atë gëzim më pa me familjen time. Sa bukur flet një vajzë për baba. A është vajza gjithmonë me afërt me babain dhe djali me nënën, se tani ju i keni 2 djem? Po. Arti dhe Lisi. Në momentin që kur ti e bër prind, ndoshta nuk e ke kuptuar këtë fjalën që gjithmonë kanë thënë pleqtë më përpara, kur të bëheni vetë ta shikoni. Po. Arrite u bëre. Çfarë është prindërimi te uta? Unë e thom, kur të marrësh një gjilpër edhe të mundosh ta krysh ta bësh të fillosh ta bësh një grop, është shumë e vështirë, ashtu është edhe prindërimi. Më thëmë për ta edukuar një fëmijë edhe për t'ia dhënë mundësitë se ne tash ndonjëherë ndoshta edhe e bëjmë pa vetdije, po edhe me vetdije ta krahasojmë kohën kur ne jemi rritur edhe fëmijët e sotit. Më thënë është një dallim, mund të them i madh, për shkak të teknologjisë edhe të gjërave që shkojnë përpara, por megjithatë edukata është kjo edukatë. Edhe ne, kjo gjenerata jonë prapë do të them që jemi më të ri se sa prindët tonë, e ne duhet që t'i bashkohemi fëmijëve dhe të mundemi ta kuptojmë botën e atyre. Prindërit e mi jam munduar edhe unë edhe ato që ta kuptojmë botën time kur unë kam qenë adoleshente ose një fëmijë në shkollën fillore. Tash i kuptoj shumë gjëra. Kur më thonin prit se mbrapa e ke bimri. Prit se mbrapa e ke bimri. Fakti çdo mosh thënë sa ti bëhet 40 ditë fëmia i kalon gërqet. Sa ta bëhem motin, do bëhet, sa ta bëhem 2 vjet ose sa të shkoj në shkollë edhe do të lirohesh, jo, me të vërtet ashtu ishte. Do më thënë, Lisi është më i madh, është vit të 3 shkollë të mesme, tash kam merakun tjetër edhe biseda tjera me Lisi, ndërsa arti është klasa e 6, kam komplet biseda tjera. Po mundohem deri tash, nuk është mirë ta them une, po e them atë që ma kanë cituar ndonjëherë të shumë të njerëz nga jashtë që baremi deri tash janë të edukuar ashtu si që janë. Për ma të tje, nuk e di, shpresoj që të më ndigjojnë edhe të vazhdojnë këto që janë. Juve filluat profesionin tuaj si profesion, pasi mbaruat shkollën e lartë, do me thënë, shkollën e keni mbaruar për? Fakultetin e Arteve, degës të grafikës. Degës të grafikës. Po, ndërsa magjistrimin e kam në Prishtinë, në grafik. Grafik. Kur nisi profesionalisht puna juaj në grafik? Tiron, unë erdha në Shkup të regjistroj në fakultet të psikologjisë. Aty ndryshuan rrugët. Megjithatë, e kam dashur psikologjinë shumë edhe e dua psikologjinë si lëndë,
Tash nga obligime tjera, përpara më shumë i kam lexuar këto librat për psikologji dhe për jetën e njeriut se sa këto lektyrat shkollore apo ndonjë gjë tjetër. E kam pa veten në art, edhe e desha regjin, ma afër e kisha domethënë edhe grafikën. U regjistrova në grafik, për shkak që regji nuk kishte atë vit këto në Shkup, dhe vazhdova grafikën. Mbas fakultetit, domethënë fillova profesionalisht të punoj në grafik. Grafika don materiale, grafika don hapësirë të madhe për një atelje. Që unë nuk kam pas mundësi ta kem këtë atelje të madhe për grafikën edhe për cartinat, për shkak që mbas mbarimit të fakultetit u martova, kisha fëmijë dhe çdo mikal në grafik se punohet me cink është i dëmshëm për fëmijët, domethënë nëse nuk din ta punojsh edhe si, më letë më vinte edhe me pikturë. Domethënë e punoj edhe pikturën edhe grafikën, edhe instalimin. E bukur. Ju keni bërë edhe ekspozita? Po. Keni patur ekspozita të suksesshme, ndërto di që keni patur një ngostivar në Shkup, nëse jam gabim, aq sa kam arritur të marr informacione. Më thuaj si keni arritur që ta realizoni dhe si jeni ndjerë në momentin që ju e keni realizuar një ekspozitë të tillë? Mos them çdo vit, por çdo 2 vjet unë kam nga një ekspozitë se për një artist mendoj që edhe ajo çdo vjet nuk është produktive. E tepërt. Po. Edhe zakonisht e kam atë abstrakten më tepër në punë, edhe lidhshmërinë ndërmjet babës dhe vajzës. Çdo herë atë që e fokusoj edhe domethënë me organin me mitrën që lind një fëmijë, një fryt i bukur në jetë. Kjo është ajo cikli që unë zakonisht i kam punuar deri tash. Kam pasur jo vetëm në Shkup, Gostivar, Struk, Tetov, por kam pasur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bullgari, në Turqi, edhe jashtë vendit. Mi përshkruan dot si eksperienca? Secila e ka atë bukurinë e vet, atë ndjeshmërinë e vet. Çdo ekspozit ka emocionin tjetër. Cilën do ta bëje më të veçantë? Cilën do ta quaje si më e veçantë ajote? E veçantë mund ta quaj ekspozitën time të parë. Të parën. Të parën mund ta quaj të veçantë që fillova rrugtimin të më thënë profesorët, kolege. Kjo ishte arritja më e madhe që do më thënë ta profesorët e mi të vinë dhe të më thënë kolege urime për ekspozitën. Tashma këto janë bo të them rutin, po prapë sa do qoftë, çdo ekspozite ka atë rëndësinë e vetë. Ekskluziv për emisionin, ta tregoj që në tetor kam ekspozitën time personale në Tiranë. Super. Me qendrën kulturore informative tonën. Do na ftosh? Mbasi e tash patjetër edhe ju edhe gjithë shikuesit. Me shumë kënaqësi. Më pas ju u pozicionuat në shkollë. Do me thënë profesionin tuaj realisht nuk është se e vazhduat shumë si profesion, derisa u punësuat në shkollën fillore. Profesioni im domethënë si profesioniste në art unë e vazhdoj. Po në ndërkohë punësojmë në një punë, domethënë punësojmë në arsinë, që të kemi një punë të sigurt për jetesë, se me artin ne dihet në Maqedoni nuk vlerësohet edhe shumë si profesion. Nuk vlerësohet, materiali nuk është i lirë, është i shtrenjtë, që unë të krijoj, duhet të kemi shumë shitje të pikturave ose të grafikave, që të mund të kemi edhe fitim për jetesë, edhe për të krijuar diçka të re. Para se të më dalësh tek punësimi, cila ka qenë piktura që ti e mban në zemrën tënde? Ajo s'ka, të gjitha i kam për zemrë. Po një që është më e veçantë. Nuk mundesh të ndash. Nuk mundesh në asnjë mënyrë. Ajo është si fëmijët që i kemi, që 2, 3, 4, kush ka, do më thënë që secili e ka dashurinë e vetë, edhe piktura dhe çdo vepër e ka dashurinë e vet. Sa e lidhur qënge shpirtërisht me artin, sepse për shembull këto artistët i ndajnë gjërat. Jo, do të thënë del jashtë artistlikut ajo.
Po për aq kam mësuar edhe jam munduar që të jem artiste. Okej, vazhdua të punësuat ju. Po, Si mësuese e artit. e artit figurativ. Fillimisht në shkollën fillore 7 Marsi, Aha. edhe i kalova për gjitha shkollat në komunën e Çajrit përveç se 2, dhe në fund mora vendimin në shkollën më të madhe në komunën e Çajrit, në Ismail Qemali, ku 15 vjet jam mësimdhënëse e artit figurativ. Mandej mora detyrën si drejtoresh e kësaj shkolle. Shumë bukur. Do ndalojmë dhe këtu, përpara se të ndalojmë këtu, punësimi juaj, rrugtimi juaj i punës, erdhi edhe pas një suksesit më të madh që ju keni patur, dashuria. Unë në fakt juve ju kam vlerësuar gjithmonë si çift, se sinqerisht mua personalisht shpeshherë më merr malli që të shoh kështu çifte që vërtet kanë dashuri dhe janë shumë shok me njëri tjetrin. Dhe ju dhe keni fat, bashkëshorti juaj artist në Maqedoninë e Veriut dhe më gjërë, do me thënë është artist shqiptar, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë Tafa është personazh i njohur, artist i madh. Keni patur fatin që të keni një burr këngëtar, artist, tani në sferën e muzikës ndahet në për shkallë të ndryshme Tafa, por unë do ta quaj artist i madh. Si është një shtëpi ku bashkëshortja është piktore, kështu ta përkufizojmë, drejtoresh, dhe burri është drejtor dhe këngëtar. Kush e ka zërin më të lartë në shtëpi? Se Tafën e kemi gjunë për mikrofona të nxjerr nga salla, po në shtëpi? Safaj. Vazhdo. Si u dashuruat ju? Ku pat ju të dy? E tërhoqe ti ata, apo të tërhoqe ti ai? Jo, na bashkoi mbrëmja e maturës. Tafa ishte në Struk për mbrëmjen e maturës, që ishte dhuratë që unë nuk e dija. Me këngën Bien Tridahire. Hiti i madh që... Po, ishte do më thënë natën e maturës të une kur mbarova vitin e 4 shkollës të mesme, aty u njoftuam, pas 2 ditëve u takuam, dhe kështu vazhduam lidhjen tonë, që të vijune në Shkup, të studioj dhe të jemi bashkë. E pam që çdo gjë rastësi ishte, që të ishim bashkë me Tafën, Tafa do thoe, ajo më nifte mua edhe më ka panë në televizion, po fakti është që unë e nif një edhe e kam panë në televizion si këngëtar. Edhe këngën Bien Tridahiren, unë do më thënë e kam dashur se në për këto ahengjet tona familjare që janë Bien Tridahire dhe mami e ka kënduar. Kështu që e kisha si për zemër këtë kënga. Kur e shikoj Tafën në televizion, ta merrte mendja që mund të ishte burri i ai para se të njeni? Po. Seriozisht e ke? Po, e kam intuitën shumë të fortë. E ke ndje që më herët? E kam ndjerë, po, e kam ndjerë edhe ja kam thënë mami që unë dhe njoftoj këtë njeri, edhe unë nesër dhe ta kem burë. Qatë ta mami aman? Mami më tha, kape librin më sa aty, tha të nesë të qemë ty të gjesh burë atë, të qemë të mësojsh, të mbaresh fakultetit. Si gjithmonë nëna? Po, nëna. E mirë, thash ti më thash mos beso, po thash unë kështu ta thonë. Edhe intuitën e kisha që nuk e njif një natë ko Tafën, Po. realisht nuk njifeshin personalisht, po që Zoti Mesazhin e parë mbajsh mend që keni shkëmbyer të dy? Mesazh nuk kemi shkëmbyer, se unë nuk ja kam dhënë numrin e celularit, po ja kam dhënë numrin e shtëpisë. Serios? Ku telefonon burri, numër telefon? Numër telefoni. Hap telefonin gjyshja. Jo, e hap mami. Edhe thotë, Tafa, ti e po, këngëtari po. Të u ta tha shumë të donë, të pëlqen të atë me këngën Bien Tridahire. Tha faleminderit shumë. Tash i mami, po mami e ka kuptuar. Mami e ka kuptuar, po. Se do ishte babi, do ishte ndryshe, po çdo ti në shtëpinë tonë. Për kundrazi, është një fenomen tjetër që unë kur fillova të kaloj me Tafën, domethënë që të jem krejt, edhe i thash, baba thash duhet, thash kam një hall. Një hall? Po, tha thash unë kështu jam thash në lidhje. Po thash, kush i tregon mami, thash se sa që do folim, do më thoe, mëso, mos rrezohesh për provimit,
ne të kemi quar të, se në isha më e vogla, vetëm se e dinja atë citimin e fjalëve të mamit edhe të babës prej motrës edhe vllaut. Që do më thënë jeni në fakultet, duhet të mësoni, të ikni provimet, edhe thash do nise tër verës do më thohet që dhe me këdim ti duhet të mësoj, edhe ik një azor, të likuidojnë në qershor, që mos dëgjoj ma vetë mundën të dalë të shëtis me tafën. Dhe u martuat? Po. Dasma juaj si ka qenë? Një dasëm si e gjithë të tjerve, apo ka patur diçka më të veçantë? Dasma jonë ishte unë e hyra vetë, ajo hyri vetë. Ajo hyri me këngën e Solemio, që u takuam për në të dy anët, njeri hyri nga njëra anë e restoranti, tjetëri nga tjetra në mes të restorantit u takuam. Në thënë, tashma ka shumë verzione dhe verzione. Po në atë ko ka qenë veçantë. Në atë ko ishte e veçantë. Po, se atër ishë mësuar djetë mas ishte tradita. Po, nësja edhe vëndrit e ynë bashkë, po ne e vorëm pak më ndryshem, pak më artistik. Të shprehen ta dashuri kështu tafa, të thot diçka në shtëpi, fjalë të bukura, po nuk është kështu melankolika. Fare. Jo. Kur hyre në studio, para se të dalim tek fakti që je bërë dhe nën, sepse tash je nën e shumë fëmijëve, nuk je vetëm e dy. Tani ke gjithë ato fëmijë në duar dhe sinqerisht bëni një punë të jashtëzakonshme. Tafa është njeri pak serios, por ai ka ca fjalë për të t'i thënë. Kur hyre në studio nuk e di nëse të ka shkuar syri, para tek tavolina jote ke një letër. Është një letër që e ka shkruar burri jot në emër të tij dhe të fëmijëve. Do e lexosh me zë? Je shoqja ime, je më e mira. Limani ku gjej paqen pas çdo dite të lodhshme dhe frymëzimi im për të bërë si një njeri më i mirë. Sa herë që shoh për kushtimin tonë, mënyrën se si kujdesesh për detajat më të vogla të lisit dhe artit, apo si e shndërron shtëpinë tonë në një vend ku mbizotron dashuria, e kuptoj se sa me fat jam. Ti nuk jep thjesht kohën tënde, por jep shpirtin tënd për ne. Jam pafundësisht krenar për ty, jam krenar për dashurinë tënde të pashtreshme, për zgjuarsinë më të cilën i zgjedh situatat dhe për forcën që gjen dhe ku lodhja të merr. Çdo sakrifisë që bën, çdo përqafim që na jep dhe kur nuk kemi nevojë në çdo ëndër që po ndërtojmë krah për krahu. Jam thesarët që unë i ruaj si gjërat më të çmuara. Faleminderit që pranohet të jesh në krahët e mi, të ke në këtë udhëtim të mrekullueshëm. Faleminderit që je nëna, që jep djem tan me fat që të kanë, dhe një grua që unë kam privilegjin ta quaj timen. Të dua pa fund sot dhe çdo ditë tjetër. Shumë emocionuar. S'të kisha parë ndonjëherë me thënë drejtën e intervista kaq të emocionuar. Emocionuese, më fal, apo pak. Jo, s'ka gjë, patjetër, je e lirë, unë i kuptoj emocionet. Unë edhe Tafa kemi një marrëdhënie, tash të them, si çdo burrë e gruash që duan edhe që kanë dashurinë edhe jetën bashk, ne nuk i kemi këto fjalët, shpirt, zemër. Jeni modest. Jemi ma modeste dhe a dashurinë tonë e duam me vepra, edhe me punë.
Tafa ditë ka të shkruaj. Zakonisht unë e shkruaj ma tepër. Po Tafa ditë ka të shkruaj dhe unë e di që Tafa e ndjen këtë gjë. Për shkak se çdo fjalë që ai e shkruan këtu, janë fjalë që ne të dy jemi bashkë. Çdo suksesi im që unë jam kjo nën që e përshkruan Tafa, unë nuk mundesha të jem pa forcën edhe mbështetjen ati. Çdo ekspozita ime, çdo provimi im, çdo trajnimi im që kam dashur të ecë përpara, edhe është pjesë edhe ati, merit edhe ati. Edhe pse kemi pas diskutime, do më thënë të dy bashkë, kjo kështu, unë e mendoj këtë, ti e mendona në atë, ose kemi përplasje tona mendimesh në sferën e artit, me gjitha të vendimet i marim bashku. Unë e thomë nëse nuk e miraton çdo dëshirën time, që unë do ta them që unë kam këtë dëshirë që unë këtu të mbërri, ose të kem këtë ekspozitën këtu apo aty, ose që punën e drejtoris kur do është të vendos që ta marrë, do më thënë, a më rinë mbas nëse unë e marrë këtë drejtori edhe për çdo këshill, për çdo gjë, atë të më rish mbas, çdo herë ka qenë ai që ti filloja, unë jam aty. Lisin edhe artin ne i kemi edukuar edhe i kemi rritur bashkë. Tafa është shumë më tepër i përkushtuar se sa unë. Mbase se janë edhe të dy djem, edhe sportin, shkollën, simpatiat, e me pari dinën Tafa. Dhe çdo herë më ka mbajt në atë balansin që unë mos jem ajo që të bëhet panike para. Si zakonisht nënat janë ato që kapin. Nënat janë ato që ma janë ma të zëshme. Faleminderit Tafa, faleminderit të artë dhe listë. Shpresoj që edhe djemtë e mi të gjejmë partnere nesër, siç e kemi gjetur unë dhe Tafa njëri tjetri. Kur e the partneren, çfarë vjere mendon se mund të ishe? S'di. Mos po prekati, nuk e di. Nuk e di. Nuk ka nëse të mirë për djemtë. Nuk ka nëse të mirë për djemtë tu. Do me thënë gjithë vjerat e paska. E kanë ata. Kur e thonin këtë në një kohë, mua me të një. Edhe një ma e mirë për në nëntime. Qa kanë këto? Qa kanë këto. Se di qarë vjere dhe t'jenë, betëm se e dua që ta ketë ma respektojmë djallin, ta respektojmë familjen, ajo është e gjitha për mua. Që do të jetë nesër, e zoja unë e Lisit, i thëmë se Lisi është ma i ma, nesër të gjesh një partnerin tënde që punon, që është luftarake, që din të vozise vetur, pa tjetër, që mos jetë e mvarur prej teje. Shumë e bukur. Përderisa unë i kam gjithë këto gjëra që e kam këtë liri, duhet ta kesh edhe ti nesër atë partnere. Që të mundeni kompakt të jeni njëri me tjetër. Tani prishe punë Lisit. Deklarata e vjerës? Nuk e di. Po tashti vajzat e reja të gjitha ma kanë punë. Të gjitha vozisin, të gjitha janë të zote, jemi ato, edhe mua nuk më pëlqenën të ri në shtëpi, edhe mos punoj. Mendoj që është thjesht një depresion, që njeriu pastaj fillon dhe në mendime negative, bëhet negativ dhe humbën gjithë pozitiviteti. Teuta, unë uroj që të gjithë burrat në ditët ku ne dëgjojmë në për emisionet të ndryshme, do me thënë lajme të tipit vrasja e grave, tmeri që gratë përjetojnë, ju jeni edhe një forcë e madhe, sepse e the që parë që Tafa ka qenë përpos, që është një burr i mrekullueshëm që kjo duket, sepse unë marrëdhënien tuaj nuk e njoh sot, e njoh dhe më herët. Tafa është edhe shtysa që ti ke këtë suksesin të jashtëzakonshëm, që unë njëherë dua publikisht të falenderoj të gjithu dhe heqësinë të shkollës Ismail Qemali. Unë e kam vajzën në atë shkollë, kam qenë në mëdyshje në fillim për ta sjellë, por dashurinë që vajza e tregon në shtëpi
dhe atë dëshirën e madhe që të vijë orari me njëherë për t'ikur në shkollë, kjo tregon që ka vërtet një mësimdhënie të jashtëzakonshme dhe kam takuar mësuesen e cila kishte klasën vet, më thënë tregon vetëm dashuri për fëmijët. Edhe kjo gjë vjen edhe nga udhëheqësia juaj, sa është e vështirë të menaxhosh gjithë atë shkollë. Shkolla janë numëron 1600 zonës. Shkollë goxha e madhe. Shkolla më e madhe në komunën e Çajrit, mund të them e treta në Shkup, që mundohem që të kem mos ketë një frym depresive, po të ketë një frym pozitive për të gjithë nxënësit, si dhe mësimdhënësit. Është shkollë e suksesshme, është shkollë me shumë çmime, jo vetëm prej meje, po fal edhe mësimdhënësve, kolegëve të punës. Çfarë presim ne nga shkolla Ismail Qemali? Edhe pse në fakt të kohën e fundit ka qenë kjo puna me emrat, unë dua pak të ndaloj te kjo pjesa, do të thënë ishte kjo puna e përbuzjeve të emrave shqip, por unë shoh që shumica e shkollave mbartin emrat shqip. Për shembull shkolla Ismail Qemali në Dibërn e Infrashëri, do thënë ka shkolla që ka presion në shkollën tuaj tani që u bën këto ndryshimet e qeverive, që do të thënë ka shumë presion në për institucione, gjëra të këtilla, për punësime për shembull të mësueseve shqiptare, ka punësime të reja te kjo? Në shkolla jonë, domethënë është në dy gjuhë, gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe. Po, si zakonisht. Jo, nuk janë të gjitha shkollat në komunën e Çajrit dy gjysmësore, domethënë kemi shkollë që kanë edhe gjuhën turke, megjithatë shkolla jonë është shkolla më e madhe në të dyja, domethënë ka nxënës paraleleve maqedone, edhe në mjekët edhe në gjuhën shqipe. Nuk kemi pasur asnjë përleshje, të themi, midis nxënësve, as në kolektiv, të gjithi jetojmë edhe as nuk e shohim këtë gjë, nuk kemi përshtypje që të mundemi të shohim ndonjë detaj të tillë. Kalojmë shumë mirë, nuk punësime kemi pas tashti nga që kanë marrë vendimet para 2-3 muaj, domethënë sipas rregullores që është në arsim pas 2 vjet përvoj pune provimin shtetëror të IPE-t, edhe që të mundet të punësojt. Tash, punësime, mësimdhënës të ri, nuk mundem të pranojnë nëse unë nuk kam nevojë. Do të thënë shkolla nuk ka nevojë Nuk ka nevojë për mësimdhënës, po është e mira edhe gjithë kjo gjë që mësimdhënësit në atë shkollë nuk dalin deficitar për të shkuar asistent për fëmijën e të veçanta, po domethënë besin në profesionin që është nuk kam të pric të punësuarve. Sa i përket gjuhës edhe gjithë këtyre tjerave nuk ka problem. Gjitha shkolla jonë ka qenë Rajko Zhinzifov, që disa vite është i ndërruar edhe shumë të lumtur jetojmë edhe veprojmë, e kemi portretin gjigant. Patjetër se u bë dhe lajmi i madh. Ismail Qemalit, edhe nuk pati asnjë koment negativ nga pala tjetër. E pritën me dashuri. Nuk e pam as është me dashuri apo është pa dashuri, ai ka ndonjë përshtypje apo jo. Neve thjesht misionin edhe emrin e intelektualit ton të madh, njeriu ton, heroi ton, është portreti i madh, faleminderit Naimit që e bëri aq bukur. Shkolla juaj ka shumë intensitet pune. Mos flasim që nga klaset e para që më është intensiteti pak më i ulët, por nga klaset e 6 deri tek të 9 intensiteti është shumë i lartë dhe unë sinqerisht këtë nuk po ta them sepse disa mund të thonë po e ke vajzën e ty dhe e lëvdon. Unë kam dëgjuar edhe në Shkup nxënës të cilët kanë qenë më herët tek ju, që ju keni qenë mësuese e tyre, arsimtare e tyre. Më besoni që janë shumë të lumtur që kanë qenë pjesë e shkollës Ismail Qemali dhe e kujtojnë me shumë nostalgji 9 vjeçaren, në atë kohë 8 vjeçaren e tyre. Dhe kjo vjen fal punës tuaj. Çfarë ju bën ju që të jeni kaq shoqe? Mos flasim kolege, unë aty kam parë shumë shoqëri. Në disa institucione kam parë inat, kam parë xhelozi, kam parë urrejtje, por tek ju kam parë shumë dashuri. E bën fakti që ti vjen nga valët e Strugës dhe me valët e tua i qetëson valët kolektive apo? Po, ndonjëri qetësoj, ndonjëri kuptimin era vetë ju jap turbulenca. Puna e nxënësve është, unë ju them, edhe të gjithëve ju them, fëmijë të keq nuk ka. E vërtet. Më thënë fëmija është aq i pastër, dhe si do t'i servoni.
si të servojmë unë si prind të fëmija im, edhe me edukat, edhe me sjellje, edhe t'i shkojmë brapa, të interesojmë për atë fëmi, ashtu është edhe mosimdhënësi. Domethënë, nëse ne nuk janë zgjasim dorën një fëmijës që t'i ndihmojmë, e të nxjerrim më të mirën për atij fëmije, ne dështojmë. Dështojmë si prindër, dështojmë si shoqëri, dështojmë si mosimdhënës, të gjitha. Ishtë nxënësit e mi, që unë kam qenë kujdestare klasë ose që kam dhënë mësim, të gjithë më kanë ardhur të ma urojnë pozicionin e ri si drejtoresh. Befasi e madhe ishte kur në Stamboll më vjenën nxënësim në ekspozit, dhe në momentin në derë dhe tamam ishte ajo hapja e ekspozitës, edhe unë e shoh edhe vetëm bilbozoj emrin e atij e mirë dhe me u habita që erdhi Emiri, domethënë në Stamboll. Për mua është emocion i veçantë, edhe unë i dua fëmijët, edhe të thënë një 3-4 që janë jashtë apo si kam pa moti, të tjerët të gjithë i kam në kontakt. Sot e kësaj dite, mos e diskutoj për punën e ekspozitës që i kam çdo herë. Domethënë sa herë që unë do të nxjerr në rrjetet sociale që kam ekspozitën e shku, nxënësit janë të parë. Kjo është në fal punës që ju keni bërë dhe fal të qenurit njeri. E di çfarë arrita unë të kuptoj për jush? Unë arrita të kuptoj për jush, pa marrë parasysh që ju keni zënë pozicione të rëndësishme për një femër të qenurit të drejtoresh, udhëheqëse e një institucionit, nuk është e thjeshtë, është një arritje goxha e madhe, domethënë në bagazhin tuaj të jetës, kur do ulesh me familjen tënde, me nuset e tua, t'ju tregosh se çfarë ka qenë vjera. Ajo që ju nuk ju ka ndryshuar është që karigen e quani më së shumti detyrim sesa rehati. Këtu unë shoh te ju. E shoh që e ke marrë një detyrim, domethënë duke dhënë maksimumin nga vetja jote, nxënësit dhe vetëm nxënësit, dhe të lumt, një grua që menaxhon 1600 nxënës, po plus edhe stafi, realisht je për ta dhënë dorën dhe unë të uroj që të jesh edhe më gjatë në këtë institucion. Çfarë presim nga shkolla Ismail Qemali? Presim një rinisje, tani njerë presim pushime për ju, se unë e di që keni nevojë pak për kohën tuaj, si të gjithë ne të tjerët, dhe më pas e kemi shtatorin që na pret përpara. Besoj që gjatë këtyre 2 muajve do të përgatiteni për muajin e shtatorit, do të vinë nxënës të ri, do të vinë ëndra të bukura në shkollën tuaj fillimisht, më pas nxënësit e tjerë fillojnë me rrugtimin e tyre. Diçka ekskluzive për shkollën, ndonjë plan të ri që presim shkollën Ismail Qemali? Tashti të them diçka nuk mundem të garantoj dhe të them që tashti. Domethënë gjithë këto planet jemi duke punuar për planin vjetor 2026-2027 shkollor, kështu që do të ketë gjëra të bukura, do të ketë risi në shkollë, do të ketë risi. Risia ajo është mësimet janë edhe krejt, po megjithatë ato filloristët e ri do t'i presim me shumë entuziazëm. Këtë nxënësit në klasë të dytë ballafaqojnë me vështirësi tjetër që do t'jenë në tërditor, edhe do t'kenë mësuese të reja. Klasët e 5 dalin në klasë të 6, edhe ajo që eksperienca të reja. Këto që kanë qenë në tërditor, që kanë qenë komplete izoluar në 2 pjesët, edhe klasët e para dhe shohin pjesën tjetër të shkollës me klasë atyre, po jo atje më mirë kjo kështu, kjo ashtu. Më thënë, do gjëra që ne dim që i presim, besoj që nga projektet që tashmë kemi përkrahje komunën, që do të fillojmë edhe me disa investime të vogla, mund të them, po janë shumë e peshë. Kjo është shumë e bukur. Unë sinqerisht u përgëzoj, e kam thënë gjithmonë, unë kam bërë balance me misionin tim dhe me shkollat në Shqipëri. Më vjen shumë keq që në Shqipëri shoh një arsim pak të dështuar në aspektin e të rinjve. Dëgjojmë shumë lajme të ndryshme, kam patur kontakt edhe me familjen e Martin Canit, besoj e ke dëgjuar djalin që humbi jetën. Dhe në bisedën që bëra me zotin Ëngjëll, cilin e përshëndes, më la një përshtypje të dhimbshme për arsimin. Dhe
Dhe jo më kot ju citova që do me thënë karike nuk e shikoni reati, por e shikoni një armë të bukur që pyetja përfundimtare është çfarë trashëgimi mendoni ju si drejtoresh që të lërni tek fëmijët të cilët janë pjesë tashmë e shkollës Ismail Qemali. Unë njerë e mendoj si nën e 2 djemve, 2 fëmijëve. Të lumtë. Për derisa unë ju them dhe mua më respektojnë të 2 fëmijët, edhe normal, ajo është edukata edhe prej të jatit, edhe prej tafës që të respekti ndaj nënës edhe ndaj njerëzve më të moshuar edhe krejt të jetë në nivel në shkollë të dihet të respektojt mësimdhënësi edhe krejt me radhë. Mundohem të njëjtën gjë, domethënë çdo që thot ju e keni mision, po fakt është mision, se unë çdo goshtë që ekziston në atë shkollë, sa herë që e shoh edhe mendoj nëse rrezohet fëmia im, rrezojnë edhe 1600 tjera. Domethënë si dhe të më dhënë dhe mua ju dhe më bën edhe prindërve tjerë. Pra çka ke kam marrë si mision postin e drejtorit, se sa si drejtor që unë të ulem në kultuk edhe të thom, po, dë njerë thom, unë e nesër, kur dë shkoj në punë, unë dë hy në zyre dhe nuk dali. Edhe dë shkoj ma vonë. Edhe këto të tre ma vonë, po, e dim, iq mos e ki gajle. Edhe unë i pres, në 7:30 i pres të njëra derë fëmit ma të vegjël, më ndë shkoj të pjesa tjetër, më thënë që unë kur të unë dë hy në zyrën time në orën 9. Më thënë, unë jam që në 7:30 dhe ri koridoreve deri në orën 9 dërsa mbri në vendin ku e kam. E kjo është rregull për suksesin e jashtëzakonshëm që keni, sepse kur drejtoresha, i zoti shtëpisë thonë ne është ai i pari që zgjohet, me patjetër duhet gjithë të tjerët zgjohen, se ai bën zhurmë. Mos harrojmë që kjo nuk është vetë. Jo, patjetër janë edhe mësimdhënësit edhe stafin që çdo herë jemi kompakt në çdo gjë. Unë e di që zonjave të mia do t'ju pëlqesh jashtëzakonisht shumë, sepse je shumë modeste, je shumë artiste dhe ke transmetuar sot një energji pozitive të jashtëzakonshme. Mua dhe misionin tim do më kesh në hapat e tu të suksesit, sepse unë mbështes të gjithë ato njerëz të cilët vërtet punojnë me dashuri. Ju dhe buri juaj këtë e keni dëshmuar, nuk jeni kot këtu ku jeni. Të gjitha arritjet bëhen me punë dhe me shumë lodhje dhe unë e di sa lodhen ju pas kësaj pune që në fakt duket në media. Dhe shpresoj Teuta që të promovojmë gjithmonë dashuri të bukur si e juaja dhe Tafa, një nënë të mrekullueshme që edukon fëmijët që parim të keni një grua dhe ta dashuroni atë gruan dhe ta respektoni atë gruan, kjo është arma më e bukur e një nëne. Dhe së fundmi një grua e cila di të menaxhojë dhe një super institucion që realisht institucionet më të lodhshme janë institucionet ku ka fëmijë, sepse institucionet ku ka të rritur janë institucione më të lehta për menaxhim. Unë të falenderoj që ishe pjesë e misionit tim. Faleminderit për këtë energji të bukur që ma solle. Tani të uroj të vazhdosh drejt rrugës ku je nisur. Faleminderit. Kënaqësi. Dhe shpresoj që të kesh një verë të mbar dhe të takohemi ndoshta në shtator. Na presësh në dhe shifemi në Strugos në Dibë. Patjetër, si jo. Bëjmë pushimet një. Ta tregëm edhe energjinë e liçenit. Faleminderit shumë. Shtator patjetër. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Të lutem. E për atë dashur zonja dhe zotrin, kjo është Teuta, në fakt është emër i trashëguar i mbretreshës ilire. Mendoni siç mendojnë gratë të suksesshme, andaj ju zonja të dashura nga Shqipëria që më ndiqni shumë. Maqedonia ka gra shqiptare që janë të zonjat, edhe për veten e tyre, edhe për familjen, edhe për institucionin. Kështu që le të jenë motivi i ditëve të bukura dhe i formimit të një femrës, se si një femër shqiptare duhet formohet. Dhe media të cilat promovojnë femra që janë si dalin me parimin që kjo është femra shqiptare, jo. Femra shqiptare janë këto gra të cilat din të mbajnë në nivele të larta familjen, veten edhe profesionet e tyre. Ne do të takojmë sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni subscribe në për të gjitha platformat tona digjitale, jepni mendimet tuaja, jepni komentet sepse ne jemi këtu për ju. Shifemi, kalofshi bukur. Unë këtë epizod do ta mbyll me një thënie. Asnjëherë mos ju nënshtroa askujt, qëndron në këmbët e tua sepse hëna i ndjek të gjithë njerëzit. Takohemi episodin e radhës.